Jo, tani do ju dëgjojmë juve. Po, për çfarë? Si e shihni ju këtë ftesë, këtë ngazëllim që e konsideroi Poli, por nga ana tjetër kemi parë edhe një, le të themi, përpjekje teje të madhe nga ana e opozitës për ta minimizuar këtë ftesë, për ta konsideruar si diçka të jashtëzakonshme, u ka shkuar në 100 vendeve tjera, nuk kemi asnjë rol vendimarrës, jemi thjesht është ftesë honorifike etj. Kjo ftesë në radhë parë nuk është në gjë negative, po është pozitive për peshën që kemi nëse ne jemi një vend që nuk luajmë në rol kërcënues geopolitik. Kupton, në gjithë jetën kemi qenë vend aprovues dhe kemi shpallë si aleat dhe shumë mirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse janë pikërisht politika e Shteteve e Bashkuara të Amerikës që na ka dhënë pavarësinë si vend, na ka ruajtur nga coptimi, ka dhënë pavarësinë i Kosovës, pavarësisht se kemi qenë po ne që i kemi humbë këtë trend për të kriju një politik përbashkët dhe një politik të fortë. Si vend për të qenë peshë në Ballkan. Ne nuk jemi peshë në Ballkan. Kupton, nuk e kemi në rol kërcënues, për shembull geopolitik, ka Serbia që bën. Ne kemi në Ballkan, pavarësisht se jemi gjithmonë në rol mbrojtës, për peshë ka Nuk kemi bërë rol kërcënues ndonjëherë. Jo, pa diskutim. Jo mbrojtës, jemi kryesorët për stabilitetin dhe paqen në rajon. Se po mos jemi ne, po mos jemi ne turp të shikoj pas se çfarë ndodh në Ballkan. Po pikërisht se s'kemi qenë ndonjëherë turp, ne kemi qenë gjithmonë dumbate, kjo është historia jonë. Zoti Demalia, në kuptimin e Ballkanit nuk ka qenë historia e Shqipërisë dumbabën, është një histori shumë e gjerë. Kur flasim për shqiptarët e Ballkanit. Kur flasim për shqiptarët e Tiranës, pastaj atë është çështja duan babën apo jo. Në Ballkan jemi faktor shumë më shumë se sa duan babën. Edhe koha sot po tregon që është si ka ndryshuar politika sot botë, është politikë kërcënuese, politike të fortë. Po dakord, pra, po nëse edhe ne bëhemi agresive ishte problem. Ne nuk kemi forcë zotëri, as ke forcë ushtarake, as ke forcë jemi vend antar i NATO. Zoti Demalia, shqiptarët janë në 5 shtete dhe nuk është vetë faktori ushtarak që garanton rolin dhe peshën e shqiptarëve në Ballkan. Mjafton njëri atë që konsiderohet si bota shqiptare. Po njëri nga këto vendet mjafton që shqiptarët mos jenë dakord dhe pastaj e shikojmë se sa i qetë është Ballkani. Nuk kemi pas pra ndonjëherë në rol për të kriju trazier dhe shumë mirë. Po pikërisht prandaj jemi të rëndësishëm zoti Demalia, pra. Okej, vazhdo. Jo, nuk po ndërpres, po prandaj jemi të rëndësishëm sepse nuk kemi agresiv, ruajmë paqen. Këtu jemi të rrugë paqes është problem. Ore, sot në këtë moment që po jetojmë ne bota, po jeton një politikë dhe fuqi agresive në gjithë botën, apo jo? Dakord, pra po, edhe faktori rrugës paqes se një botë agresive është shumë e rëndësishëm, se po të jemi gjithë agresive atë do të përfundonte bota. Po nuk kemi fuqi, thot, s'kemi fuqi, pra thot. Nuk ke fuqi, nuk ke rol kërcënues. O, zoti Demalia, luftë e parë ballkanike ka nisur, e botërore ka nisur në Ballkan, nuk ka nisur në Washington. Po nuk ka nisur nga Shqipëria, më vëlla. Nuk ka nisur si shkak i Shqipërisë, ka nisur në Bosnjë, ti e di shumë mirë. Po dakord, pra, po Ballkani është problem. U vra princi i Austrisë në Bosnjë, nuk ishte Shqipëria, po them ne asnjëherë nuk kemi nisur luftë dhe fakti se po të kalojmë temp tash, fakti që ne jemi rrugë si këmbë tregon se çfarë aftësie kemi ne për të rezistuar, se që këmbët e forta ekspansionojnë. Dakord, nuk e ndaj këtë pjesë, po dakord. Të kalojmë pa konkretisht. Për çfarë i shërben Shqipërisë kjo ftesë? Sepse ju thatë marrëdhënie të ngrira nuk ka. Jo, nuk ka marrëdhënie të ngrira dhe e ka me thënë dhe e tjera. Rama në politikën ndërkombëtare me fuqinë e shtetit që ka, që e din për lu shumë mirë dhe është bë një faktor, jo faktor që ndikon për ndryshuar rrjetet ose me vetën e Shqipërisë që mund ndryshojë diçka, po është bë një faktor interesant për ndërkombëtarët dhe ka një marrëdhënie shumë mirë dhe e ka rrit prestigjin e Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Gjendja e mbrëmshme kishte kriju një lloj presioni dhe me opozitën dhe analistët e opozitës që janë ku thret Qameti që thonë do të vinë të arrestojnë dhe Ramën si Ramaduro, pastaj Berisha që ca me Qeleshe, me Shqipon që s'kemi nevojë për deltën, se kemi deltën tonë këtu, që do ta morrim Ramën. Të gjitha këto e kanë bërë politikën një banalitet në Shqipëri që
ke neveriti digjosh më politikanët. Rama sigurisht që do ta shfrytëzoj dhe është pozitive që i vjen kënë në një kohë që Rama nga opozita, nga analist, nga gjithë thonë që do të arrestojnë, do të shkojnë bile sa rritën deri aty një analist nga Amerika, se s'du t'ja përmend emrin se i rris vlerën, se s'ka vlerë fare, thotë që do ta binë këtu, thotë që ta arrestojnë këtu, e kanë dhënë ftesën që ta arrestojnë këtu. Këto janë kaq ignorant, sa që nuk është kurth pra, flasin dhe për kurthe, që do t'i ngrej një kurth. Domethënë nuk kuptojnë që nuk ke të drejtë, se janë ligje ndërkombëtare, janë konventat e Vienës që nuk lejojnë një shtetar të huaj aty ka shku Gaddafi që më pasu e vranë, ishin amerikanë që ndërhyjnë me pranverën arabe dhe nuk mund të arrestojnë kur shko atje. Sepse ka disa konventa ndërkombëtare dhe pikërisht se po bin këto konventa dhe po bjen e drejta ndërkombëtare, ne jemi këtë gjendje kaosi sot nuk bëhet fjalë për Shqipërinë këndon botë. Pra, a është e mirë kjo që i bën Rama pa diskutim, a do të rezistoj bordi për paqen Palestinë që po eliminon OKB-n dhe OKB-ja për mua unë kam thënë për vitesh OKB-ja apo si Bashkimet Profesionale të Rita Markos. Nuk ka më asnjë lloj funksioni më. Pra, po krijohet një rend i ri botëror. Si do të jetë ky rend i ri nuk e di, por Shqipëria që i bashkangjitet Shteteve të Bashkuara të Amerikës bën shumë mirë. Po a do të arrit Trumpi të realizojë gjitha këto? Se personin fjalë tha që Trumpi çfarë thotë bën. Nuk është e vërtetë, Trumpi sot do të ndryshe, nesër do të ndryshe. Nuk thash çfarë thotë bën. Jo, Zoti Demalia nuk thash çfarë thotë bën. Është imponues. Ai nuk bën negociata, ai duhet bësh ato që të thotë. Po nuk bën negociata, pastaj kthen. Thotë do t'i bim, s'do t'i bim. Domethënë Trumpi në këtë moment ka një ulje të madhe të popularitetit të tij, nëse shef sondazhet, dhe ka shumë, janë 260 kongresmen që kanë kërkuar impeachment. Në nëndorë do t'jenë zgjedhjet për midterm. Do të ndodhi nëse demokratët që zakonisht ndodh kjo kur prishën balancat, se amerikanët prandaj kanë kriju këtë sistem, kur bëhet një fuqi shumë e fortë. Aq më tepër që lëvizjet e brendshme me ICE-in, me emigrimin, me gjitha këto, don ka probleme të brendshme që po bën në Amerikë. Dhe tashti Trumpi lëviz pa një qartësi, sepse nuk është politikan, është biznesmen. Nuk ka qartësi, nuk e njeh diplomacin, nuk njeh politikën, kuptimin e një strategjie afatgjate. Marrëdhëniet e Amerikës kanë qenë me Europën, shifes janë marrëdhëniet me Europën. Do të krijojë aleanca të reja. Dhe ajo që thatë ju doktrina Monroe, doktrina Monroe është kriju si doktrinë mbrojtëse, jo doktrinë agresuese. Kuptohet pra. Sqaroj zoti Daci. Po, tash problemi është, nga do të shkojmë, ne a bëjmë mirë, sigurisht bëjmë, po duhet jemi edhe i çik më me kam top. Tu ke një opozitë që thotë e banalizon këtë ftesë, kur ftesë më shumë mirë që është ftesë, shumë mirë që do të jetë Shqipëria, shumë mirë që Edi Rama ka kriju marrëdhënie të mira me ndërkombëtarët dhe vjen poshtë gjithë teza që Amerika e ka në agjendën e Ramës që ta arrestojë si Ramaduro për korrupsion e për gjitha. Korrupsion ka kudo, korrupsion ka në Amerikë, korrupsion ka në Gjermani, korrupsion ka kudo. Sigurisht kene korrupsioni është i rëndë sepse jemi një vend i vogël. Edhe ju po e minimizoni nivelin e korrupsionit kështu, Se ka kudo, nuk do të thotë që ne duhet ta relativizojmë, kështu që korrupsioni ka qenë 35 vjet në mënyrë permanente zonjë. Po prandaj pra u bë reforma. Prandaj un kam thënë se po dalim dhe ke Spaku këtu. Prandaj kam thënë Spaku nëse do të bëj arrestime, ti filloj që nga 92-shi, sepse janë pasuri, dihen. Pra, problemi është që ne po krijojmë një kaos për shpëtu pikërisht ata që kanë ndërtu këtë sistem Shqipëri. Poli tha diçka. Zoti Demalia. Nuk kemi qartësi edhe si media, edhe si politik. Zoti Demalia, zoti Hoxha tha diçka. Si ato qenë të pazarit, pa asnjë lloj sensi si burr shtetas. Pse nuk mund të thuhet ashtu prinat, dalin e keni gjoti thirrje të sot dhe ky, lapa e këto. Nuk kemi një etik. Dhe tjetra është, moj si do të arrozosh të Rama, këto që dalin, si do të arrozosh? 3 mënyra janë për të arrozuar një njeri. 1, numrat, votat, domethënë ka numrat parlament. 2, është
Kemi një shkëputje sa të sistemohet linja. Tha diçka, zoti Hoxha, që Poli tha diçka që Rama i ka punët keq shumë brënda vëndit, nuk i ka punët keq me Amerikën. Ndaj duhet më tepër t'i mëshohet situatës politike në vend, se sa çfarë ndodh, edhe kësaj ftese që ne i kemi dhënë kaq shumë kohë televizive, vëmendje edhe në platformat sociale. Si është situata e Ramës realisht sot? Me këtë teori të Polit jam plotësisht dakord, sepse Rama do kishte probleme me ndërkombëtarët ose në mënyrë ekskluzive dhe speciale me amerikanët, nëse Rama do të kishte kundërshtuar ndonjë politikë amerikane brenda në Shqipëri apo në rajon. Ne jemi vend antar i NATO dhe jemi vend që jo vetëm që nuk kundërshtojmë propozimet amerikane, por ne në thojza çdo ditë bëjmë propozime që amerikanët të jenë gjithnjë më shumë më të pranishëm. Ndërsa në politikën e prandaj, plus pasaj që nuk mendoj që politika amerikane diktohet shumë për çështjet e brendshme të Shqipërisë, madje në një realitet gjithnjë të pasigurt ndërkombëtar, unë më kam thënë dhe e them që amerikanët janë gjithnjë më pak të interesuar në atë kriterin bazë që kishin marrëdhënie ndërkombëtare për vendet demokratike ose për të demokratizuar vendet e tjera. Unë mendoj që kriteri bazë sot i presidencës Trump apo i Shtetit Bashkuar të Amerikës është sa besnik je ndaj atyre dhe ndoshta edhe momentet që ti nuk duhet të jesh besnik dhe ndoshta edhe në momentet që ti rrezikon. Pra kriteri bazë i amerikanëve sot është besnikëria ndaj interesave amerikane. Pastaj në çështjen e brendshme, unë mendoj që në një vend normal që nga 2013 deri sot kryeministri Rama duhet kishte dhënë paktën 100 herë dorëheqje. Dhe në politikë ka dhe përgjegjësi morale, ka dhe përgjegjësi politike. Çdo skandal duhet ishte një arsye për dhënë dorëheqje, një arsye për ta çuar vendin në zgjedhjet parakoshme dhe një arsye për ta marrë veten për të rikufirmuar. Dhe çfarë na sillin zgjedhjet e parakoshme zotëri, se ne po bëjmë zgjedhje vazhdimisht. Zgjedhjet e parakoshme. Baleta po. O zoti Demalia, ta mbaroj dhe pastaj bëj pyetje. Po ta mbaroj se nuk baleta mbaroj analizën. Parlamenti, problemi është që po baleta mbaroj analizën, o zoti Demalia, se nuk e mbarova. Ta mbaroj lutem dhe pastaj bëj pyetje nëse ke dilema. Po ta kthyer në bashkëbisedim. Po mirë, po në ato që po thoshte ai do dile, po s'ma la ta përfundoja. Okej. Pra, doja të thoya që do të ishte normale të ishin bërë zgjedhjet parakoshme. Në realitetin politik dhe në traditën politike të Shqipërisë, zgjedhjet e parakoshme dhe zgjedhjet normale kanë treguar që nuk ndryshojnë raportet e forcës. Dhe raportet e forcës nuk ndryshojnë. Së pari, për një arsye, mënyra se si koncepton zgjedhjet, raporti me qytetarin, pasja pushtetit, trajtimi politikës si një shkencë me fill dhe jo si populizëm në dallim optikën e Partisë Demokratike, e bojnë që zoti Rama të jetë fitues. Pra zoti Rama dhe po të bëjë qeveri teknike tani, dhe po të bëjë zgjedhje tani, këtë lloj realiteti rrezik fiton më shumë se ka fituar në zgjedhjet e fundit. Jam plotësisht dakord. Poli? Edhe një gjë. The që ja vetëm një sekond, po. Zgjedhjet, më fal, që s'u mundori një sekond, zgjedhjet jam dakord me atë që tha Sonia, zgjedhjet që bëhen të radhës, po e banalizojnë dhe më tej politikën dhe e kanë bërë parlamentin, si e kanë thënë dhe herë tjetër, si shkolla vagabondëve të kohës komunizmit në vorrezat e Sharrës, që ka qenë aty. Pra, ne nuk është puna që zgjedhjet e reja na japin zgjedhje. Zgjedhjet e reja ne na fusin dhe më keq në këtë rreth vicioz që sillemi për 35 vjetësh. Tani, t'ja jap pak fjalën Polit. Ne duhet gjejmë zgjedhje, jo zgjedhje. Zgjedhjet nuk na kanë sjell zgjedhje zotëri. Atëherë, dhe u nisur nga roli amerikan Shqipëria, mos harrojmë që amerikanët janë të instaluar në SPAK, janë non-stop, janë të investuar totalisht tek SPAK. Tani kemi aktualisht një lloj Amerike, po e quajmë Amerikën trumpiste ose politikën trumpiste, e cila për gjithë botën, por veçanërisht për këto vendet e brishta ka krijuar një kornizim që duket sikur nuk merret fare me demokracinë, me politikanët shqiptarë etj, por ka kornizuar luftën kundër
trafiqeve, grupeve të organizuara kriminale, apo edhe korupcionit pa tjetër. Dhe prandaj kemi dhe atë draftin ose më saktë atë ligji për demokracinë në Ballkanin Perëndimor që është në kuadër të mbrojtjes kombëtare të gjithë një akti të madh që ka ndërmarrë SHBA-ja tani. Për pjesën e Shqipërisë, ne duhet kuptojmë një gjë. Lajm më i madh se ftesa, por nuk i erdhi mirë asnjërs palë. Ishte lajmi një ditën përpara deklarata e Adinterit ose më saktë ambasadores në detyrë në trajnimin e FBI-s me BKH-n, ku deklaroi për herë të parë u detyrua t'ju thotë shtyret t'ju zërë në gojë emrin e presidentit Trump, që tha, presidenti Trump ka prioritet forcimin e spakut BKH-s, futi dhe Akademinë e Sigurisë. Ky ishte lajmi. Kjo ishte bomba për këta. Dhe tani, nga pikpamja politike, unë jam dakord me Demalin, nuk zgjidhin gjë as qeveri teknike pa një mision të caktuar dhe transparent, as zgjedhjet e parakoshme jo, sepse janë vetëm oksigjen dhe riciklim. Këtu duhet një republike e re dhe këta e din dhe në diskursin ton politik nuk flitet fare nga asnjëra palë për këto lloj ndryshimesh të forta në kushtetutë. Po kush do ta bëjë këtë? Këta që janë, këta politika që janë. Dhe tani gjithë kjo histori ka ngecur fjori sepse në Shqipëri po vazhdon një Megonigal Madein Albania. Kush është Megonigali Madein Albania? Si shtentoi Edi Rama të eliminonte opozitën që në atë kohë arriti e uli Edi Ramën në tavolinë me ndërkombëtarët, patjetër, nëpërmjet ndërkombëtarëve në 2017, në 2021 e rrezikoi, u krijuai Megonigali për të shpikur aferat parat ruse e tjerë, i cili në atë pjesë andaj po jetohet akoma, por që pas përjashtimit të Sali Berishës, ose më saktë pezullimit në fillim nga Lul Basha, ne kemi patur një Megonigal gjigant brenda në Shqipëri. Ç'do të thotë ky Megonigal? Do të thotë marrja peng, përçarja, blerja dhe katandisja e opozitës e Partisë Demokratike në këtë pikë, saqë sikur s'krijon dot alternativë. Po pra, sikur të bësh zgjedhje, sikur të ndodhin të bjerë në një bombë, se më bomba se të shukarën, kësaj qeverisje skandale, që duhet kishte 100 terë si Shtadaci, duhet kishte dhënë dorëheqjen 100 terë, nuk ka ku të shkoj. Dhe të kesh një lloj opozite që jo vetëm që nuk merr dot përfitim nga të gjitha këto, dhe këto i kanë nga SPAK-u, dhe amerikanët që janë brenda në SPAK. Dhe nuk merr as dot. Ta mbyllur sepse duhet shkojmë në live, po. Madje bën dhe autogol, sepse dele Sali Berisha nga SPAK-u dhe sulmon SPAK-u. Të falenderoj shumë, Poli. Ilir, shumë faleminderit, je gjithmonë i mirëpritur. Duhet të shkojmë në lidhje direkte. Zoti Daci, faleminderit shumë për prezencën, faleminderit edhe për librin. Edhe unë emigrant si ju është libri i fundit i politologut të njohur Alban Daci, me studime, reflektime dhe opinione përjetime tuaja pa diskutim. Është libri i parë i vetmi, ndoshta që publikohet nga një autor shqiptar në Shqip dedikuar migracionit shqiptar italian. Shumë suksese, urime për këtë botim.